fituarin edhe vajtet e i dytë. Konkurse që kam marrë pjesë kanë qenë më shumë se 100, që kam fituar kanë qenë maksimumi 5-10 konkurse. Aty me vërtet je kupton që pritse, nuk jam aq i aftë sa duhet. Në atë moshë nuk mund ta hapja niptin. Edhe i them ti Mati, magjistron emrin tëmë për momentin sa të mbush 18 vjeç, të mos e humbasësh kur shpresën. Edhe në ditë dërgoja diku te 250 emailë. Prit se do të mëson kam gjermanisht. E nuk e ku të ikësh tjetër. Firdeus, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Edhe ne zakonisht i pyesim të ftuarit çka keni bërë kur ishit student. Po ti je student edhe do të pyesim çka je duke bërë tani. Më shumë na bëj një kështu si arkiv të gjërave që je duke bërë që ta kuptojmë. Një brief. Atëherë përshëndetje, unë jam Firdeus Kasaj, 19 vjeç, jo siç ishte te postimi 20. E kam nisur karrierën time të teknologjisë që në moshë të hershme, domethënë kam krijuar programin tim të parë në moshën 11 vjeç dhe kam krijuar, domethënë jam punësuar në moshën 15 vjeç në një kompani nga këtu në Shqipëri për fintech EasyPay. Nuk e di sa familjar jeni. E më vonë me kalimin e kohës në për kompani të ndryshme derisa arrita të hap edhe 2 bizneset e mia, një për zhvillim softueri dhe një startup që do lançohet besoj në fillim të majit. Kjo e softuerit si quhet? Jume. Jume. Edhe kompania Uniocorp. Uniocorp edhe Juma. Ka qenë një periudhë, domethënë një kohë që edhe punoja, edhe mundohesh atë zhvilloja pjesën e kompanisë, domethënë 8 orë punë full time dhe pjesën e kompanisë mbas ditës. Po përveç kësaj je edhe në shkollë, se të kam parë te Polis. Po, jam viti i parë bachelor për shkenca kompjuterike. Viti i parë. Viti i parë. Nuk e ke lënë ndonjë vit, ky është periudha. Jam viti i parë për shkak se kam kryer shkollë profesionale dhe mosha, domethënë prandaj është 19 vjeç, kam bërë 4 vjeçare shkollë profesionale për IT. Okay. Pra shkollë, biznes, ishe edhe në punë më përpara. Kam qenë edhe në punë përpara. Ishe edhe në shkollë kur po e bëje biznesin. Okej, do kemi mundësi që të futemi pak në këto detaje se janë shumë interesante. Unë s'kam punuar të vërtetën kur isha në gjimnaz, vetëm pushimet e verës në shkollë të lartë kam punuar. Megjithatë kam parë edhe kjo pjesa e moshës, kam një çunë te puna tani që është 16 vjeç, është në vitin e 2 të gjimnaz, në teknike, Gjergj Canco. Edhe i dash një task, erdhi kot për qef, i dash një task, e bëri më mirë se të gjithë tjerët që ja kam dhënë një task. Edhe aq mirë sa njerëz me eksperiencë dhe tani e kam mbajtur aty për pjesën e praktikës. Po ai e ka shumë qef, është si punësuar, unë se mendoj më tani që s'është i punësuar dhe është 16 vjeç. Kështu që pavarësisht se unë nuk e kam pasur këtë eksperiencë, e kam rënë që mbas e kam bërë gabim personalisht, po ti kthehemi pak fillimit. Ti niset e EasyPay, pra niset të programoje. Programoj si zhvillues backendi. Çfarë do të thënë zhvillues backendi? Çfarë gjuhë? Zhvillues serverash, database, domethënë në C#.net. C#.net është një nga frameworkët, besoj në Shqipëri që është më shumë kërkesë dhe ka shumë vende pune, domethënë që mund të fillosh dhe nëpërmjet disa konkurseve, eventeve që kisha fituar, është kontakt me drejtoreshën e EasyPay edhe mu ofrua vendi punës. Okej. Kjo është një pattern që përsëritet gjithmonë, prandaj biznese si EasyPay, edhe njerëz si Linda apo unë, apo shumë të tjerë marrin pjesë në konkurse të tilla sepse duam të gjejmë talente. Edhe e kemi të nevojshme, edhe konteksti është shumë i qartë. Çfarë lloj konkursesh edhe pastaj kur nisi punën si ishte përvoja, si ishte ndjesia, sa orë punoje? Në fillim kam nisur part-time për shkak të moshës, edhe gjatë verës më së shumti punoja full-time dhe mbasdite merresha me pjesën e Uniocorpit, por te EasyPay nuk është se ishte një periudhë shumë e gjatë që qëndrova diku te 2 muaj. Kryova një internship të paguar, ku krijova një sistem menaxhimi për punonjësit që ishin aty, domethënë që të regjistroheshin për tasjet dhe të kishin sa më të lehta. Por ka qenë, domethënë, një periudhë që unë nisa zhvillimi profesional në për konkurse në moshën 13 vjeç. Edhe nuk është se kam pasur as
as atë eksperiencën e duhur, as mënyrën se si punohet në grup e tjera. Edhe me kalimin e kohës, duke marrë pjesë në konkurse të ndryshme, doli që në konkursin e 10-20 të punësosh nga një kompani. Pra, gjatë kohës që ishe në shkollë, ti nise të vjere këtë dëshirën për programuar. Në shkollë bëje programim? Po, e kemi në shkollë që në vit parë gjimnazi. Okej, edhe nise të merje pjesë në konkurse ishe vetë? Vetë, me skuadër, njerëz që si njifja, varet si ka qenë struktura e konkursit, ka pas konkursit. Po çfarë të shtynte të merje pjesë te i dytit, te i tretë? Fitove të parin edhe vajte te i dytit? Jo, asnjë. Okej. Po çfarë çpate? Pse? Qëse marrim një listë me konkurse që kanë marrë pjesë, kanë qenë më shumë se 100, që kanë fituar kanë qenë maksimumi 5-10 konkurse. Ajo që më shtyn është njohja e njerëzve, të kuptosh se si punohet në grup, pa patur mundësi që të punësosh në një kompani, mëson gjëra të reja nga njerëz të rinj, mëson shumë gjëra dhe ty të motivon që të ecësh përpara se shiko ka njerëz që janë më të aftë se ty. Po herë e parë, e dytë. Okej, këtë mbase e ke kuptuar herën e 50, po. Hera e parë ishte hera e parë kemi qenë kom pandemia. Edhe ishte konkursi i parë që u bë pas pandemisë. Edhe ushtyva që të marr pjesë, isha vetëm, ushtyva edhe pak nga prindrit pse s'merr pjesë te këto, se s'kan qenë kohën tonë, gjëra që i thon të gjithë të rriturit në këtë çaste. Mora pjesë te ai konkursi, futa në një grup random me disa persona random nga fusha të ndryshme që nuk kishin fare lidhje me teknologjinë. Edhe duhet të krijonim një ide. Në aty në çast duhet të krijonim një ide, ta prezantonim, të krijonim PowerPoint. Çfarë konkursi ishte? Thjesht ta themi emrin se mbase i vlen konkursi ka qenë bibliotek. Okej, se ekziston apo ekziston? Duket se vazhdojnë edicione, nuk e di shumë. Okej, pak rëndësi ka shumë konkurse dhe aktivitete që dalin si kjo që ne bëm. Po, ishte edicioni i parë, se Edhe të joshi kjo pjesa e njohjes të pëlqeu, të duk gjë interesante. Të njohësh njerëz, të prezantohesh para një audiencë, se duhet bëj edhe pitchin para një audiencë që nuk relativisht ishin shumë. Po nuk të lodhi ose nuk të friksoi se ka emocione para. Normalisht që ka emocione, por ajo çfarë ty të bën që të flasësh më mirë, domethënë është dhe ego në një farë mënyrë. Kur ti shikon që pjesëtarë të tjerë të konkursit janë më të mirë se ty, ti thua pse unë s'mund ta bëj këtë gjë. Unë kam aftësi ndoshta profesionale, po mund të bëhem i mirë edhe në një gjë tjetër. Mund ta njoh të bashkëbisedoj dhe pse jo të më ndihmoj dhe ai mua, krijojmë një tip exchange midis njëri tjetrit. Okej, pastaj nisi ti kërkoje vetë këto konkurset. Nisa ti kërkoja vetë, u shpallën dhe nëpër shkolla, u bën më publike, domethënë. Nisi ti vije re, se publike kanë qenë, po thjesht. Publike kanë qenë, po ka qenë dhe periudhë pandemie. Duhet kuptuar që nuk bëheshin shumë konkurse. Edhe çdo gjë ka qenë mbyllur edhe atje kur iknim do të iknim me maska. Mirë se pandemia pak më zjati, po kjo pjesa e të qenit aware është shumë e rëndësishme. Unë sa mora qenin që e mora Labrador, nisa të shikoja gjithë Labradorët e Tiranës, pastaj më dukeshin sikur s'kishte Labrador para dhe pastaj dolën gjithë Labradorët. Okej, shumë interesante. Tani nëse do marrësh pjesën e ekipit, pjesa e prezantimit, çka ka qenë ndonjë gjë në konkurset kryesore që ti ke kuptuar dhe ke mbajtur për vete, pra gjatë kësaj pjesës që merrni në konkurse. Kjo pjesa e grupit është shumë interesante. Pjesa e prezantimit është shumë interesante. Do vazhdosh akoma ta bësh atë dhe ta perfeksionosh, nuk mbaron ndonjëherë, po ndonjë element tjetër që mbase të vjen në mendje ndonjë gjë që të sparkli diçka interesante. Ajo që bën sparkle, domethënë që kupton kur merr pjesë në shumë konkurse, është të shikosh të njëjtat fytyra. Të njëjtat fytyra, domethënë të njëjtat persona që marrin pjesë, të njëjtat persona që kanë dështuar, por prapë do marrin pjesë sepse të gjithë e kanë atë egon për të ecur përpara. Domethënë, kur ti shikon që ke persona që i ke parë më përpara dhe ti thua pse ky po merr pjesë, prapë do edhe unë të marr pjesë. Ja këtë se kisha menduar, për shembull, po që është e vërtet. Janë të njëjtat fytyra, domethënë ne të dy jemi parë në shumë konkurse bashkë. Jemi parë në shumë seminare, në shumë gjëra të tilla. E vërtet është edhe shumica nuk vinë, lodhemi shumë që të themi, ndërkohë me pa na thënë shumë, thjesht duke na informuar që ekziston kjo do shkojmë se gjen diçka aty gjithkohë. Njerëz të rinj. Okej,
Pjesa 2 mujore ka qenë e shkurtër, po çfarë ndjeve që kuptove ose ndryshoi këndvështrimi te puna kur ishte në fillim ajo internshipi ose ajo puna e shkurtër? Pavarësisht njërive që kam pasur para se të futesh në punë, edhe pse mendoja vetë personalisht që ndoshta e kam një uri të mjaftuar për të futur në punë, kur futesh aktualisht në punë, që punon me një skuadër, që punon me persona që janë dyfishi moshës tënde, që kanë eksperiencë, që janë hasur me probleme nga më të ndryshme, aty e kupton që ti s'ke fare eksperiencë. Nuk di as edhe një lloj gjë. Aty ti fillon, duhet të mëson ka më shumë, duhet përpiqe më shumë që të arrin atë nivel. Edhe mbas 100 konkurseve. Mbas 100 konkurse, mbas 200, aty vërtet e kupton ti eksperiencën në kompani, eksperiencën në punë, aktualisht me projekte ku ke edhe klient që kanë deadline-et e tyre, që ke presionin e punës. Aty me vërtet ti e kupton që pritse. Nuk jam aq i aftë sa duhet. Po ç'a ndodhi që nga puna nise kompanin, edhe si ishte kjo faza e nisjes? Ka qenë dëshira ime. E kam pasur me shumë dëshirë, për shkak se zakonisht kur merr pjesë në për konkurse, gjithmonë që nga konkursi i parë deri në të fundit ka rastisur roli i leadershipit. Edhe duke... E ke zgjedhë, se s'ta ka rastis shumë? Edhe me vota. Okay. Sepse binim në persona random, siç po thoja. Edhe kur shikon që të menaxhon një grup punë, shikon se si mund të ecë një projekt përpara dhe ke mësuar se si mund të ecë një projekt përpara në mënyra nga më të ndryshme, ke punuar në kompani, ke marrë eksperiencën reale, është ajo dëshira jote pse mos ta bëj vetë këtë gjë. Dhe unë e nisa historikisht, domethënë që nga fillimi nuk e kam nisur direkt Uniocorpin. E kam nisur me 15 polak të ndryshëm, që ishin zhvillues lojrash online edhe morën pjesë në një konkurs. Domethënë hapa një thirrje, do marr pjesë te ky konkursi kush ka dëshirë të bashkohet. Edhe fituam në forume online. Në forume, po. Edhe aty fituam një çmim shumë të vogël, pavarësisht se ishim dhe shumë veta, dhe ndam sa të pak nga 100 euro secili. Më vonë, edhe ata pse ishin të entuziazmuar për suksesin e tyre, u pëlqeu, thanë, pse mos ta kalojmë këtë dhe ta fillojmë dhe ta zhvillojmë më tepër, të bëjmë ca lojra, të zhvillojmë më shumë aplikacione. Edhe aty u krya faza e parë Uniocorpit, po nuk quhej Uniocorp, quhej Glory në atë çast. I pa regjistruar. Thjesht ishte një grup Discordi. Një grup Discordi ku unë gjeja në një projekt, në një konkurs tjetër që mund merrin pjesë dhe të fitonim. Edhe morëm ato fondet e para, domethënë buxhet shumë të vogël, por prapë ishte diçka, po koncepti i të punuarit në si një kompani, po nga shtëpia. Moshatar ishin këta të tjerë apo si dije fare ç'a ishin? Nuk isha fare. Po maksimumi mund të jem pa 2-3 herë me fytyrë. Okej. Edhe pastaj çfarë ndodhi pas kësaj? Më vonë vendosa, ka qenë mosha 16-17 vjeç. Vendosa pse ta ndryshoj dhe emrin, sepse Glory nuk është se ishte diçka me më shumë prezent. Ishte thjesht një emër që më pëlqeu. Në ato çaste të ndryshoj dhe emrin, të bëj një rebranding. Ti ishe si lideri i këtij grupit sepse ti e bëre grupin. Të bëj një rebranding të gjithçkaje dhe pse të kemi zyrat në Shqipëri. Edhe në ato moshë nuk mund ta hapja niptin. Po gjithsesi duhet të hapur që të paktën të runi me emrin, të bëhesh të gati për të marrë projekte dhe për taksa që ose do paguhesh and everything. Edhe i them Timati, i them dua të bëj këtë gjë, magjistron emrin tëm për momentin, sa të mbush 18 vjeç, e më vonë do ma kalosh. Isha vetëm unë dhe babai im në atë çast që po punoni. Edhe mora pjesë në një konkurs. Konkurs pasi ishte hapur. Po tash bëj edhe reklamën e kompanisë. Bëj edhe reklamën e kompanisë, domethënë në këtë mënyrë gjeja edhe persona që mund të punonin tek unë. Ose klient, po. Edhe u kryom një grup e 5 vetash, nëpërmjet konkurseve, nga shkolla, gjithashtu gjimnazi. Dhe kryom aplikacionet tona të para, që përfaqësojnë Shqipërinë në vende të ndryshme. Tani edhe si kompani, që vini në konkurse. Okej, kjo është mënyrë fantastike se direkt ke mundësinë të thithësh klient. Direkt ke mundësinë të thithësh klient. Edhe çfarë ndodhi me klientin e parë, si ishte historia? Klienti i parë
si Union Corp ka qenë nga India. Edhe një sugjerim, nuk do ta marr nuk për ofendim, por të punosh me indianët është një terrible decision. Ka qenë, ata kërkojnë shumë punë, të shlyen, domethënë që të punosh sa më fort, edhe Se ka ndonjë që se bën këtë? Jo, beso është tjetër nivel. Okay. Është tjetër nivel. Ti mund ata të bëjnë një listë me ta si, po pse bëjmë këtë? Të shtojmë këtë tjetrin? Po të shtojmë këtë tjetrin dhe të shkruanin në orën 12 natës dhe ata presin përgjigje. Deri në orën 2 të mëngjesit. Gjithsesi. Po ju kontaktoi vetë këta si ishte? Nëpërmjet një formë marketingu që po e provoja në atë çast, ishte mënyra e parë që përgjitur, ishte hard way to find the client, domethënë nuk ishte diçka thjesht që ata na kontaktuan vetë. Okej, pra ti nisje cold reach. Cold reaching. Email. Po. E përfunduam, qëndruan shumë të kënaqur, bën një review në një forum që kemi që vendosin review të klientët dhe Cili forum se janë Clutch. Okej, janë të rëndësishme. Aty regjistrojnë zakonisht kompanitë që mund të pjesën e software-it po. Software po. Bërën la një review dhe qëndruan shumë të kënaqur, po mënyra se si funksionon për mendimin tim nga eksperienca që në momentin që ti merr klientin e parë, merr atë review, merr atë prezencën publike, more are gonna come, domethënë do vinë më shumë. Sepse ti e ke marrë atë prezencë publike, ke marrë një review nga një person real. Më vonë, pas atij erdhën klientë të tjerë, pjesa e cold outreaching u bë më e lehtë, nuk ka nevojë. Kur merr klient duhet ta ndash gjithashtu dhe si do ta kesh, do ta kesh afat gjatë apo afat shkurtër. Klienti i parë normalisht tani ishte afat shkurtër, ishte thjesht një projekt në disa tasje të caktuara, por kur merr klient afat gjatë, ka më shumë të ardhura, ti mund të shikosh perspektivën për të ecur më shumë përpara. Okej, çfarë viti ishte kur morë klientin e parë? Nuk e mbaj mend vitin, thjesht mbaj mend moshën që kam qenë 17 vjeç. Pra para 2 vjetësh, e gjys, okej. Kryesisht tani ti se arova të shtoj në këtë arkivën e gjërave, çfarë skills e ke në programim, çfarë gjuhës, C#? C#, C++, kam provuar të gjitha, nuk është se Unity që kemi folur bashkë, që bën edhe lojrat. Kjo është ajo që na dha një boost, sepse jemi nga të parët në Shqipëri që kryejnë... Tamam, 3 janë tamam që e bëjnë në Shqipëri, Unity se i kam kontaktu. 3 janë në Shqipëri që e bëjnë, tamam. Domethënë kur e kam hapur unë kanë qenë vetëm 2. Kam qenë aty ku punoja unë më përpara, edhe unë. Okej. Pra, kjo pjesa e diferencimit, pjesa e Unity-t, ose pjesa e një language që është pak më e rrallë, ishte një element që ndihmonte, apo që e vështirësonte punën, se s'kisha askugjë njerëz për të punuar? Të punosh në një kategori, në një industri që nuk ekziston në Shqipëri është shumë e vështirë. Po ti ke klient tuaj, apo ke dhe shqiptar? Si i ke të ndarë ata? Shqiptarë sa po jemi futur, domethënë klient shqiptar, nuk është se kemi shumë, 2 klient kemi shqiptar. Njerëzit shkojnë nga Shqipëria jashtë, i vjen nga jashtë Shqipëri, okej. Ndodhi për shkak të marketimi shumë... Okej, nga rrjetet sociale. Nga rrjetet sociale, që edhe kemi folur më përpara, që do përmendim ndoshta më vonë. Po të gjesh fuqi njerëzore që punon në këtë industri, në zhvillimin e lojrave, është e pamundur gati në Shqipëri. Shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Dhe ata që janë nuk është se e kanë në eksperiencë. Ti trajnosh do të marrë më shumë kohë ty dhe energji që ti trajnosh se sa të punësosh dikë që punon remotely ose ta gjesh nga jashtë. Tani i ke gjithë këtu apo ke dhe remote? Kam dhe remotely dhe këtu. Për shkak se janë disa industri që vërtet do na marrin kohë për të... Për momentin nga Shqipëria jemi 10 veta që punojmë nga Shqipëria dhe remotely janë 3. Jeni gjithë programues apo keni edhe ndonjë programues, administrat? Programues, dizajner, ekonomist, financë, marketing, nga më të ndryshëm, do të thënë. Jemi akoma në hapat tona të parë për të zhvilluar, nuk është se jemi një strukturë shumë e madhe zhvillimi, por që presim domethënë që të zhvillohemi në të ardhmen, domethënë që të kemi edhe më shumë njerëz. 19 vjeç s'ka shanse të ndodhë gjë tjetër. Edhe nëse nuk ecën ky emër, ecën gjëra të tjera me eksperiencën që imagjino tani ti nga 16 vjeç që s'kishe bërë asnjë punë edhe për të parë përballë me punën, tani që ke 3 vjet
që përballesh me klient, përballesh me Okej, gjatë kësaj periudhe, nëse do ishte më e shkurtër procesi, çfarë mund të kishe bërë? Duke qenë se ke bërë 3 vite, unë e konsideroj gjithë procesin e gjetjes së gabimeve, gjetjes së mënyrave që secin, edhe pastaj një mënyrë që ecën. Çka kanë qenë ca mënyra më të mira se ca të tjera që mundet ta bëjë nga e para tani një kompani të re? Qëse do nisja totalisht nga e para këtë që kam bërë, do ishte ndoshta mënyra se si zgjedh njerëzit me të cilin punon. Unë ndoshta kam qenë dhe i vogël, kam qenë ndoshta pak naiv në të selektuarin personat. Dhe kur ti shpenzon kohën tënde për të trajnuar persona që nuk ke për t'i pasur afatgjatë, kjo të bën dhe ty pushback edhe ndoshta nuk të lë të zhvillohesh më tepër. Edhe kam vënë re shumë që të rinj shqiptar kërkojnë punë. Domethënë që nga mosha 15 vjeç fillojnë të kërkojnë punë në industri të ndryshme, sidomos ata që merren me arsimin profesional, fillojnë të kërkojnë punë. Por nuk është se e kanë atë mundësinë, janë shumë të rrallë ata që duan të qëndrojnë. Fokusohen në Rinë 2 muaj, 3 muaj dhe pastaj thonë I want more, sa shpagesa, dua më shumë. Po prit, ti ke 1 muaj që ke marrë experience, nuk është se ke marrë akoma të plot që të kërkosh njësoj experience. Unë kam punuar puna ime e parë, domethënë te EasyPay, ndoshta nuk më lejohet ta them, por unë kam punuar me 75.000 lekë. Domethënë 75.000 lekë në muaj. Më vonë kam kaluar në 200.000 lekë në muaj dhe nuk kam kërkuar më shumë. Ajo që më kam bërë mua të ndihem më mirë, është për shkak se unë po marr eksperiencë reale. Po punoj me njerëz, unë kam qenë shumë i ri, mund të bëja fill në çdo moment. Thjesht fakti që po merr eksperiencë. Po, madje ne më përpara folëm me Blendin, ai kishte paguar $700 për të bërë praktikën në Amerikë. Prandaj këtu është më e lehtë në ca raste. Pra çdo njeri në Amerikë paguan lek në shkollat, universitetet për të bërë praktikën. Tash një gjë që më bëri përshtypje mua, ty tu desh 2 vjet, 3 vjet për ta kuptuar këtë gjë me njerëzit që është kaq e rëndësishme, mua mu desh 6 vjet. si ka mundësi, mbase nga që jem më i ri, i kap gjërat më shpejt se kur e nisa unë. Nuk e di, kjo është gjë shumë e çuditshme, po është shumë e vërtet. Pra, unë për shembull tani te kompania e re që kam nisur, njerëzit kam të parën edhe jam i gatshëm të sakrifikoj klient, nëse nuk kam njerëz të dur, sesa të marr klient edhe thjesht për të marrë ca njerëz të dur në punë, sepse të bësh një gjë me ca njerëz që të tërheqin mbrapa, është shumë e tmerrshme kur bën një gjë me ca njerëz që të shtyjnë para. Domethënë imagjinojeni kjo është e përditshme edhe çdo ditë. Ti vete në punë, edhe ca njerëz të tërheqin mbrapa. Duhet që i gjithë ekipi të ketë njëjtën perspektivë si ty. Po nuk e pati i gjithë ekipi për të ecur përpara, sado pak që jeni, duhet ta ketë i gjithë ekipi. Sado edhe rrogën nëse kanë vogël do të shkojnë atë perspektivën, duhet që edhe pse nuk janë pjesë e ndoshta me përqindje. Si gjenden këta njerëzit? Janë trallë. Janë shumë trallë. Ne tani Apo e kupton intuita. E kupton intuita dhe vetë ofrojnë dhe shef edhe për kushtimin në fakt. Për shembull, do të dish një gjë, këta këtu që janë në këtë sallë, janë ndër 2500 njerëz që unë kam vajtur kanë folur. Është e qartë që këta kanë diçka ndryshe nga 2500 tjetër. Thjesht nga fakti që ju jeni këtu, thjesht nga fakti që ju jeni përpjekur disa herë, ka diçka ndryshe. Edhe kjo është arsyeja e daljes. Pra del edhe ne do jetojmë. Ju do vazhdoni jetën, unë do vazhdoj jetën, edhe mbas 3 vjetësh me një nga ju do takohemi për diçka. Kështu është jeta, është bota thonë shumë e vogël. Okej, tani pjesa e klientëve tuaj, si është kjo, sa e vështirë është të nisësh edhe të gjesh klient tuaj? Tani personalisht për mua ka qenë shumë e vështirë për shkak të moshës. Në momentin që unë bëja outreach një person, një klient, lija një meeting, përgjigja e parë që kam pasur, pa u prezantuar se çfarë eksperiencë mund të kemi, çfarë mund të kemi bërë, je shumë i ri. Ti mund të jesh perfekt, mund të jesh shumë i mirë, përgjigja e parë që merr je shumë i ri. Janë shumë të rrallë, janë njerëz me perspektivë ndryshe, ata që shikojnë ty dhe nuk të gjykojnë në atë çfarë ti je ose në atë çfarë si dukesh kështu me shikim të parë. Shikojnë eksperiencën, shikojnë a e bën dot punën dhe nuk të gjykojnë për këtë aspekt.
Kjo është një probleme, por për gjetur klient, mjafton domethënë për mendimin tim është të mos e humbasësh kur shpresën që asnjëherë nuk do ta gjesh klientin e parë. At some point do e gjesh, sa do i vogël. Ai do të bëj ty që të hedhësh hapin tjetër, të japësh atë prezencën tënde që prit se unë po marr punë, prit se unë kam klientin tim të parë, kam marrë kaq lekë, kam ngritur kaq kapital, ndoshta edhe 500.000 lekë nëse do kesh klientin e parë, ti me atë 500.000 lekë mund të shlyesh shumë gjëra të tjera. Sa për shembull veta outreach në fillim për të gjetur një klient afërsisht si numër mesatarisht? Në ditë, mu për gjetur klientin e parë, mbaj mend më mori diku te 1 muaj e pak. Edhe në ditë dërgoja diku te 250 emailë. Okej, se kjo është një detaj i rëndësishëm për të thënë. Dërgoja në ditë 250 emailë të ndryshme për njerëz të ndryshëm, njerëz që ndoshta i shikoj emailet që i kanë online, po nuk ekzistonin, që kanë ikur nga pozicioni i punës. Domethënë ka qenë një periudhë vërtet që duhet të mundohesh që ta Okej, tani ka edhe mënyra, besoj i ke gjetur që ka mënyra më të mira se sa outreach-i. Po që është shumë është ajo që thash, lehtësohet me kalimin e kohës kjo pjesë, sepse në fillim problemi i parë që kam pasur ishte që unë mendoja që do të gjeja ata klientë që ishin në bazë të tasjeve. Por unë se isha akoma në eksplorim të natyrës time të punës, natyrës së kompanisë dhe më vonë kur fokusohesh në projekte afatgjatë është më e ndryshme, që ty të paguajnë fazën e parë, të paguajnë mujorën, paguajnë mirëmbajtjen, paguajnë të gjitha, aty e kupton që unë kam një kapital dhe mund ta zgjeroj më shumë në gjëra të ndryshme. Mund të fokusohem në gjëra më të mëdha. Pra, pjesa e ongoing është super vlerë. Edhe në evaluationin e bizneseve, vlerësimin e bizneseve, nëse ke një ongoing ose subscription, direkt rritet vlera eksponencialisht sepse është shumë e madhe. Ndërkohë që vazhdojmë me të ftuarin, dua t'ju bëjmë dije që ka një metodë e cila do ju ndihmoj shumë të kurseni në transaksionet bankare. Është Paysera, edhe unë e kam përdorur për shumë vite. Kjo është një fintech i cili lejon transfertat e parave në mënyrë më të thjeshtë të mundshme. Pra, nga Paysera ju mund t'i çuani në çdo llogari bankare apo në një llogari tjetër Paysera, pothuajse pa kosto fare, ose me një kosto minimale. Unë e kam përdorur për t'ju dërguar lek gjithë furnitorëve që kanë pasur jashtë Shqipërisë, ndërkohë që me mënyrën tradicionale më duhet 2 deri në 3 ditë të shkonin lekët dhe fatura shkonte 30 deri në 50 euro, me Paysera mund të dërgoj sa euro të dua dhe shkojnë brenda pak minutave duke paguar vetëm 1 euro transaksion. Kjo gjë mund të ndodhë në të gjitha llogaritë bankare të furnitorëve të mi, ata nuk kanë nevojë të kenë Paysera sepse kanë nevojë që vetëm mund të kenë dhe ta dërgojë te një llogari e tyre bankare. Por e njëjta gjë mund të ndodhë nëse ju jeni jashtë dhe doni të nisni dikujt në Shqipëri lek, aq më tepër nëse ai është individ dhe ju jeni familjarit tyre, sepse ju mund të dërgoni transferta pa kosto tek të afërmit tuaj në Shqipëri dhe ata më pas t'i transferojnë në llogari bankare apo t'i tërheqin në pikat e Payserës. Do vendos linkun për ta eksploruar vetë ju Payserën, sepse ka shumë specifika të tjera, ndërkohë që ne vazhdojmë me të ftuarin tonë. Tani pjesa që unë e di se e kam kaluar, po e kuptova më vonë. Si është kur ti e duke punuar vetë tani, edhe kur ke për të dorëzuar punën e dikujt tjetër. Në fillim ti atë punën e parë e bëre vetë, edhe e dorëzove. Pastaj ti ke për nevojë të futësh 5 veta në punë 3, se mbase të gjithë s'do futen për të njëjtin projekt, po ke nevojë për një ekip i cili ti nuk e di sa kohë i duhet, premtimi, pra çfarë ndodh këtu në paktën atë që ti pe. Në industrinë e softwaret kalon në disa hapa ndryshme në momentin që ti merr klientin, sepse kjo është më e rëndësishme. Në momentin që ti mbaron anën juridike, çfarë do lloj gjëje, ti duhet konsultohesh me patjetër me skuadrën. Kemi këtë projekt, si mund ta zhvillojmë? Sa kohë do na marri? Qa janë vështirësisë që mund të asim, që edhe unë t'jem i parapri që t'ja them klientit. Kini ndonjë që është vetëm për shitje? Po, kemi, po nuk janë nga Shqipëria. Janë shqiptarë, po që punojnë në Gjermani. Ata bëjnë vetëm leadin edhe ju endi? Okej, se po të kishe ndonjë që shet, ai thot po, pa pytur ekipin. Që ke kujdesat, okej. Edhe?
kalon në disa faza të ndryshme, nuk është se thjesht merret direkt projekti, domethënë. Po. E normalisht kur je në industrinë e software-it, normalisht që dhe vetë duhet të kesh pak eksperiencë si funksionon të krijosh një software, të krijosh aplikacione, të krijosh lojra, duhet ta kesh atë eksperiencën. Sepse vetë normalisht nuk besoj se kjo është bazike për të menaxhuar një ekip. Jo vetëm për menaxhuar një ekip, por edhe për ta marrë si projekt. Po. Sepse nuk mund ta bësh këtë gjë, është e pamundur. Është e pamundur të futesh në një industri që ti nuk e ke idenë se si funksionon. Do të thënë duhet të ulumtohesh, duhet ta kuptosh mirë, edhe më vonë pastaj të kalosh në ato fazat e tjera që po thosha, të pyesësh ekipin, të ndahet sa orë punë, të ndahet të gjitha deri në fazën që tani do fillojmë zhvillimin. Zhvillimi është pjesa më e lehtë. Po u ndan këto. Kjo para rrezik zgjat disa javë? Disa javë, 1 muaj, 2 muaj. Kjo është pjesa që do të zgjasë më shumë. Pa u futur te pjesa e zhvillimit. Zhvillimi pastaj nëse ti ke ndar këtë, nuk ka asnjë gjë që të pengoj te zhvillimi. Përveç në një problemi janë shumë të vogla në krahasim me gabimet që mund të bëhen në fillim. Nëse ti nuk dan për shembull se çfarë teknologjish do përdorësh, ose nuk dan se si do menaxhosh serverin, databazën, të gjitha, atëherë besoj që do i hasësh të gjitha këto probleme më vonë. Po, pra ti këta outreach-in, se unë në Shqipëri do ishte edhe më e çuditshëm nëse do takoje njerëz për moshën, kam përshtypjen, se sa jashtë, po ti këtë pjesën e kontaktit me klientët e ke bërë kryesisht jashtë Shqipërisë në fillim dhe tani kanë ardhur njerëzit në Shqipëri? Po, është fanit, të them drejtën, ne kemi folur edhe më përpara bashkë. Unë në Shqipëri nuk është se kam pasur klient, domethënë asnjë klient shqiptar. Dhe nëpërmjet një reklamimi shumë të vogël që më bën nga një televizion erdhën në disa televizione të tjera, edhe kur u bën disa televizione, një faqe memesh në TikTok, tha pse jo mos të postojmë këtë djalin për mirë. Edhe ajo video bë shumë virale. Mori diku te 400 ca mijë views-a. 3000 ca komente se ku mund ta gjejmë, kemi projekte, kemi të tilla, dhe aty filloi të vinë klient shqiptar. Sa do të vegjël, po nëse kap 10 ose 20 nga ata që janë. Pra një meme në TikTok? Një meme në TikTok bëri bujën. Po u postuan disa që doli njëra e suksesshme, besoj. Jo, vetëm një TikTok. Ishte komplet si e njohfi algoritmi. Po. E njohfi algoritmi, mori 400.000 views, shumë komente, njerëz që më njihnin filluan të komentojnë aty që mund ta gjeni në Instagram, mund ta gjeni në këto social media. E vërtet është e kap ndonjëherë për shembull një video nga këto që bëm me Blendin, takimin e parë, ka vajtur 100.000 view në TikTok, që e postova para 4 ditëve. Edhe as nuk e prisja që ajo video do ikte, sepse ai ishte më gjata, 3 minuta. Them drejtën, as nuk e prisja domethënë që TikToku të kishte kaq shumë fuqi në të tërhequr vëmendje. Domethënë të gjesh klient në mënyrë nëpërmjet vetëm një TikToku nuk e prisja asnjëherë. Po tani ke nisur të bësh TikTok? E hapa një TikTok, postova 2 video dhe nuk është se kam vazhduar më shumë, se vërtet do përkushtim, do kohën e vet. Po gjatë gjithsej pune këtë pjesë, gjatë gjithsej eksperience që ke pasur punën, kompaninë, shkollën, këtë pjesën e rrjeteve sociale, televizorit, shikon, e di që kemi zgjedhjet së shpejti. Je në djeni? Jam në djeni, nuk është se jam. Unë nuk jam edhe shumë, fakt, ata dish, për atë pjesë. Më di që janë maj, kaq më mjafton. Po, e kam fjalën nuk të ndohesh, pra, unë nuk e di se si e kaloni ditën ju, po për shembull në rrethin tim shoqëror, është kjo pjesa e tendencës që dalim, kalojmë kohë, mbase rin natën, pin, ose ajo është shumë e lodhshme për mua, që të dal të pi një ditë, për mua të nesërmen 2 ditë jam shumë i pafuqishëm, unë nuk dal më, po në rastin konkret ti je në një moshë që unë nuk e mbaja dot tundimin, të vërtetë. Ishte shumë e vështirë atëherë se tani. Them drejtën, është mënyra si jam rritur, nuk është se jam rritur në mënyrë që ta bëj ekspres veten në të dalë ose në shoqërinë. Kam pasur edhe kurreshtin. Po lojra? Që ti edhe bën lojra? Unë jam shumë i keq në lojra.
Unë mund t'i zhvilloj, po jam shumë i keq. Dhe lëra që kam zhvilluar vetë, kam qenë shumë i keq. Do të thënë, është mënyrë, është gjitha në natyrën time. Po thosha që i vogël e kam pas vetë kurreshje në këta, nuk është se më kanë tërhequr, ndoshta ka qenë një kurreshje, po jo aq e madhe sa të më ndryshoj mendim që puna, eksperienca, karriera, kam pas me pasion që të vogël. Okej. Edhe po se kini s'ka probleme, se edhe unë se kisha më doli rrugës. Se lindë me vonë. Nuk është ndonjë gjë kritike kjo pjesa e të lindurit. Unë kam ndryshuar si tip shumë herë, edhe nuk është e vështirë të ndryshosh, thjesht kur kupton disa gjëra me vlerë, pastaj pjesa e vështirësive, përveç pjesës së të qenit 16 vjeç ose 17 ose 18 ose 19 tani, çfarë vështirësish ke pasur në menaxhimin e një kompanisë që do të thënë për ditë ke vështirësi, se kush është CEO, kush është sipërmarrës, e di që s'ka ditë që s'është e vështirë, shumë e vështirë, po ca vështirësi që janë më shumë se të tjera. Vështirësia më madhore, siç e thash edhe më përpara, në Shqipëri, që kam pasur është pjesa e të gjeturit persona që janë në vërtet e kanë me dëshirë ose e kanë talentin, potencialin për të vazhduar këtë lloj industrie. Industrinë e zhvillimit të lërave. Është vërtet. Pra po të gjeje ti njerëz që ishin të tillë, ti edhe jam i sigurt që si çdo përgjigjesh ti do përgjigjesh çfarë ishe i gatshëm të bëje. Po të do investoja sa më shumë. Pra, kjo është tek të gjithë njerëzit sipërmarrësit. Më fal që ta ndërpres sepse kjo ishte ajo unë flas me shumë sipërmarrës. Unë mund të jem në takim për shembull sot kam takuar të paktën 6 gjatë kësaj rruge. Në qoftë se ata shikojnë njerëz që përkushtohen, nuk e kanë fare problem të investojnë gjitha, edhe gjitha ato budalliqet që dëgjojnë nëpër TikTok, jo po s'ka, jo po çfarë thonë ose janë të këqinj njerëzit, sigurisht që ka shumë të këqinj, por nëse ju jeni shumë të mirë, do e gjeni një mënyrë edhe do e gjeni dikë. Thjesht mos u dorëzoni shpejt se gjërat nuk janë të lehta. Edhe është tjetër pjesë e vështirë përveç ekipit që është realisht ka qenë korrupsioni për të gjitha shoqatat në Shqipëri para 3 viteve, tani është burimet njerëzore. Ka i korrupsioni si problem, jo se nuk ka korrupsion, thjesht kjo është bërë më e vështirë. Është problemi më kryesor në të krijuarit një kompani. Të gjesh persona që aktualisht do ta bëjnë punën siç duhet, të jenë të përkushtuar që të paktën ta kryejnë punën. Tani ose edhe për të mësuar. Okej, tani që të bëjmë çik edhe avokatin e djallit. Edhe neve bëjmë shumë gabime. Për shembull, një gjë që vura re dje isha me 9 vetat e parë të kompanisë që kanë qenë në trade, që është atëre dyqan taksi, para 12 viteve ose 13, nuk e mbaj sa kanë kaluar, edhe këta takohesh 9 të parët. Ajo shkoi deri në 67, mund të kenë ardhur edhe kanë ikur mbi 200 veta. Nuk e di fix numrin, ja futa kod, po e di që kanë ndruar shumë. Dhe këta vazhdojnë takohesh. Edhe i thash tani më se se jam unë me të kompani, më merrni dhe mua, se unë isha CEO që s'më takonin. Edhe u takova njësoj si ata, se unë kam ikur nga ajo kompani tani. E çuditshme është që unë s'mbaja mend asgjë që ata mbanin mend. Pra ata kishin një këndvështrim krejt tjetër, më thoshin mua, mban mend atë mbledhjen e të anës, sa e tmerrshme ishte. Unë nuk e mbaja mend fare atë mbledhjen e të anës. Dhe rrugës, gjatë rrugëtimit tim, kam parë që edhe unë bëj shumë gabime. Pra, në menaxhimin e njerëzve, në sjelljen, në të kërkuarit të llogarisë, në të dhënit të punëve, çka ka qenë ndonjë gjë që ti ke vënë re që e ke bërë ndryshe dhe tani e bën më mirë ose diçka që e shef që e ke gabim, po do ta përmirësosh, nëse ka pas ndonjë gjë? Kam pasur shumë gabime nga më të ndryshme, domethënë në menaxhimin e projektit, nuk e kam kryer hapas hapi, ndoshta ose jam futur direkt se ajo euforia që kemi kapur projekt, do ta bëjmë kështu, të kap edhe nuk bën chill në ato momente që prit. Qartësoj njerëz si është projekti, zgjidhe hapas hapi. Ky është një problem shumë i madh që të çon drejt failure. Dhe ti nuk edhe pastaj s'di ku t'ja vesh gishtin. Nuk di ku t'ja vesh gishtin dhe nuk e vazhdon dot më dhe duhet të thosh klientit që nuk e bëjmë dot. Edhe ajo të ul shumë points. Të ul shumë points sepse ty ta heq atë besueshmërinë. Po. Edhe këtu nisën edhe problemi me njerëzit, kapesh me njerëzit. Sigur e ke. Po diçka që e ke vënë në aspektin e sjelljes, e behavior, me njerëzit, me
mbase me klientët ose mbase me stafin që e ke ndryshuar me kalimin e kohës? Ka qenë ndonjë gjë? Ka pasur shumë ndryshime. Për shembull një rast fani që kam pasur nga eksperienca, një klient që kemi pasur gjerman, klienti jonë i parë gjerman, se kemi shumë projekte vinë nga Gjermania, nuk na pranoi. Okej, nuk e kuptova pse. Nuk pranoi punën apo nuk? Nuk na pranoi ne që të punonte me ne. Okej, si interesuante ne, po sa u futën në kohë i prezantuam, nuk na pranoi. Filluam të dytin, prap nuk na pranoi. Derisa arritëm at some point që kuptuam që projektet gjermane ose ata që intervistojnë persona të tjerë duan që ti të flasësh gjermanisht. Detyrimisht, me kalimin e kohës mësova që prit se do të mëson kam gjermanisht. Pse ke mësuar dhe gjermanisht tani? Po. Okej. Gjermanisht në nivel thjesht sa për të kuptuar dhe që ai të ndihet comfortable që ky që nga njëri që e mbështet kulturën time, përshtatet, nuk e di pse është ky mindset. Të them drejtën, e kam më për zemër. Besoj edhe në Francë, edhe në Gjermani, gjermanët është më shumë. Vetëm gjermanët, çuditërisht. Por doja të theksoja pjesën e asaj që folën për problemi që nuk ka persona. Ne në Union Corp kemi gjetur një zgjidhje. Ndoshta është zgjidhja më hard way, por së fundmi kemi krijuar grupe trajnimi. Së fundmi pranuam diku te 4-5 veta që u trajnuan për 3 muaj rreth zhvillimit të një loje që nga zero derisa ta nxjerrin në lançim çdo gjë. Në programim, design, marketing, në të gjitha. E bënin for free kursin për të rinj dhe pastaj përzgjidhni kush. Vetëm ajo çfarë ne kërkojmë është që ti po e merr eksperiencën, po kupton çdo gjë se si kryhet projekti, ke të gjitha resources, assets available të zyra. Pse nuk futesh në projektet tona që kemi aktualisht? Edhe në këtë mënyrë edhe ti paguash. Po pse nuk futesh është opsionale, po si e bëni që të ri, të futesh? Është ajo Joshja që i bën, që i tregon që ke punë, do jesh stabil, do punosh, do marrësh rrogë, do jesh i punësuar shumë mirë, rroga shumë e mirë. Domethënë, personalisht, nëse do më jepesh të kjo mundësi kur kam nisur rrugtimin tim, do isha vërtet shumë i joshur, sepse të mësoja në atë kohë se si programoha, se si kryhet programi i parë ka qenë vërtet shumë vështirë. Ka qenë edhe një periudhë që nuk ka qenë as AI që na ndihmonte për të gjetur një zgjidhje problemi, sado të vogël, do të prisje në forume, do të prisje me javë të tëra derisa të kthenin përgjigje. Po, më merr mendje. Dhe ka qenë, domethënë, vështirësia më e madhe se sa është tani. Edhe kjo, për mendimin tim, i është më shumë të rinj që edhe trajnohen, edhe e kanë mundësinë për të futur në punë. Po e kam provuar nga eksperienca ime, sepse unë e nisa në 2011 me programuesët edhe unë pak a shumë kisha një approach shumë të thjeshtë. Unë i thosha gjithëve, doni ta provoni, hajde provoni, nga që unë s'di programim, zgjidhesh, mos ta zgjidh dot, e bën dot, edhe njerëzit mësonin. Më vonë, unë nuk kisha nevojë për shumë programues, nuk kam pasur nevojë për shumë programues te Aladini. Vura re që nisën kompanitë të ziheshin me njëra tjetrën për të marrë programuesët më të mirë dhe nisën të bënin pak trajnimin, po pastaj ajo që ndor. Si do e mbani këtë motivimin edhe investimin? Se kjo është investim, është kosto. Është investim, për shkak mendimin tim çfarë na bën si avantazh ne në këtë fazë është për shkak se jemi në Shqipëri. Edhe ti po trajnohesh në një fushë shumë specifike që është gaming industry. E nuk ke ku të ikësh tjetër. Më beso nuk ke ku të ikësh tjetër. Po do ikësh te kompania tjetër që ai prap do të fusin në trajnim ty. Sepse ai nuk ta ka besën ty që je vërtet aktualisht specialist në këtë fushë. Sepse e kuptojmë të gjithë që kjo industri është me vërtet shumë e vështirë në Shqipëri. E ne po t'japim dhe trajnimin, e ke dhe opsionin për të futur në punë. Vetëm që të jemi në dini se mbase studentët ose ata që na shikojnë nuk e dinë ç'është industria e gamit, që është huge edhe në Shqipëri, sikur të vinë edhe 10 konkurrentë të tjerë, prap ka hapësirë për zhvillim. Siç është Serbia, e ke parasysh mund të na thuash? Po që ka arritur në një nivel që është shumë e madhe. Serbia për momentin mban
aktualisht vendin e parë. Sa programues kanë në lojra kanë përshtypjen që kishte një numër shumë ekstrem? Në Serbi? Po. Nuk e di, po di që një kompani që kemi folur ka më shumë se 75 programues, vetëm programues në industrinë e lojrave. Kjo është vërtet shumë e rëndë. Unë me sa kam parë, më duket, me sa kam dëgjuar, janë mbi 50.000 programues në Serbi dhe fakti është vetëm se një kompani nxori një lojë shumë të famshme dhe pastaj të gjithë të tjerët e kopjuan edhe të gjithë të tjerët dhe u zhvillua industria e gaming. E njëjta gjë është edhe në Shqipëri, nëse zhvillohet në Shqipëri është pothuajse zero. Domethënë tham 2-3 veta që bëjnë lojra, edhe ka shumë njerëz që kanë dëshirë, kështu që është strategji shumë e bukur. Jo, dëshira është vërtet shumë e madhe për industrinë e lojrave dhe zakonisht e marrin që kjo është industria e lojrave, e marrin si një anashkalim, nuk është aq e rëndësishme thonë sa industritë e tjera për zhvillimin e mobile application ose web application. Po duhet ta theksoj që në të gjitha industritë, pavarësisht të programimin, të sportit, të industritë e tjera, industria e lojrave për momentin është industria më e paguar dhe më investuar për momentin. Edhe do vazhdoj të jetë. Edhe do vazhdoj të jetë. Kemi vënë në re në lojra të ndryshme që janë duke dalë, që kanë marrë investime nga 100 milion euro, 1 bilion dollar, këta 6 që pritet të dali tani së shpejti, që është lojra më shumë investim që ka pasur. Sa? Duke se kapi 1 bilion. 1 bilion vetëm në investim. Për të prodhuar. Për të prodhuar. Okej, mbaj mend që kur të kam takuar ti kishe nxjerrë një lojë në VR. VR-i sapo ka nisur, domethënë ka pak vite. Ka nisur shumë vite, po Quest 3-shi, që ai që është në përdorim të përdorshëm nga shumica, tani ka nisur. Si ishte kjo eksperjenca e lançimit të lojës edhe na tregon ca numra ç'a ndodhi? Ka qenë e vështirë, se ka qenë shumë përpara, para se të ishte më lehtë se tani që ose nxjerr një lojë, bën build dhe e poston në marketplace. Po pra tani ishte e lehtë postimi. Tani është shumë e lehtë postimi. Më përpara duhet bëje ca procedurë, të postojë në një marketplace tjetër që ta postojë më vonë në një marketplace tjetër. Edhe procedura ishte katastrofë, sepse sa ishte futur si industri dhe nuk është se ka pasur shumë usera VR-it, dhe tani nuk është se ka vërtet shumë usera. Më 30 milion, shumë pak janë. Janë shumë pak, është vërtet një market shumë i vogël i zhvillimit kësaj industrie. Por që ka potencial. Po, pse ju futët kësaj lojës në VR? Ishte shumë interesante. Fakti që ishte një teknologji e re dhe nuk është se ishte eksperimentuar shumë. Maksimumi në ato kohë ka pas vetëm 5 lojra. 5 lojra që ishin nxjerrë dhe tani normalisht e kanë bujen, kanë shumë në lodime, por atëherë që se nxjerrë një lojë VR, të gjithë është si e ke bërë, çfarë është kjo që ke bërë. Po, pra kjo është shumë që e bukur dhe taktike e bukur që të kapësh një industri që nuk është zhvilluar akoma, që është e garantuar që të zhvillohet në të ardhmen. Edhe ç'a ndodhi e postuat në Horizon te Meta, platforma e Metës për Meta e mbajtëm disa kohë. Quest 2-shi ishte atëra. Questi. Apo Quest. Po. Quest 1-shi dhe ka qenë, nuk e kam pasur akoma VR-in atëherë, thjesht e përdorja nëpërmjet shkollës, si merja borxh, si të thuash, edhe në atë kohë dhe zhvilloja. Qa shkolla ishte kjo që kështë VR? Gjergjanca. Ka Gjergjanca. Nga që janë shumë profesional në atë fushë. Po e di, kam qenë disa herë. Po. Edhe kishin VR-in dhe ja merja borxh dhe zhvilloja ato aplikacionet e mia. Sepse normalisht shkolla ta ofron vetë, që pse ja. E nxorëm, morëm shumë pak downloadime, nuk është se morëm shumë, edhe më vonë e stopuam, edhe nuk është se është më aktive në këto çaste. Por është ajo që të jep atë eksperiencën, e kupton dhe është vazhdon dhe zhvillon lojrat e tjera. Dhe nga ajo kuptuam se si zhvillohet një lojë në VR, arritëm të zhvillojmë dhe lojrat e tjera në VR. Domethënë për klient, për kompani të ndryshme. Okej, është shumë interesante. Në aspektin e të ardhmes, këto periudat afat shkurtra, 1-2 vjeçare dhe pastaj pak më të gjata? Kemi disa plane. Po zakonisht thuhet që ato plane që thonë prishen, por e mira është, e më vërtet mos i thosh të gjitha detajet, po vetëm drejtimin. Së fundmi që është përhapur shumë, është për shkak se ne po investojmë në krijimin e një qendre inovacioni për të rinjt, që do jetë diku te 1500 metra katror shpresojmë, ku do ketë investitor, organizata të ndryshme dhe kemi marrë dhe certifikimin nga European Commission para pak ditësh. Dhe jemi
kompania e parë shqiptare e zhvillimit të software që jemi të certifikuar nga Komisioni Evropian dhe marrim bashkëpunime nga organizata më të mëdha si Amazoni, Louis Vuittoni, Xboxi, që janë pjesë e këtij forumi. Po mundojmë të zhvillojmë sa më shumë këtë pjesë e inovacionit për të rinjt. Që ne t'ju ofrojmë. Çfarë do të thënë kjo, qendër inovacioni? Qendër inovacioni, ti ke një startup të ndërmë aktualisht. Mund të fish dhe ta zhvillosh aty dhe ne i ofrojmë kontakte me investitor, organizata që mund të kryesh bashkëpunime të ndryshme. Po si nxirrni lekët? Apo nëpërmjet investimit donatorëve apo edhe nëpërmjet investimit edhe janë shumë procedura, nuk është përfitim me third parties. Okej. Jo, e qartë. Po pjesa e aplikacionit ti ke nxjerrë Po është kompania e dytë, që po mundohemi ta nxjerrim, ta bëjmë launching së shpejti. Jume, aplikacion për zhvillim profesional, ku mund të futeni aty të regjistroheni për punë, të gjeni evente nga më të ndryshme, sepse lindi si ide për shkak se unë vetë personalisht e kam pasur problem të gjeja këto evente, edhe shumë të rinj kam pasur problem të gjenin evente, dhe pse mos të jetë një platformë për këtë. Besoj akoma e kanë problem. Jume. U bë një test në dhjetor në një event ku patëm diku te 500 aplikime, nëpërmjet aplikacionit, gjithë strukturës, në një konkurs të vetëm, një hackathon, ku regjistruan 500 të rinj dhe përdorën aplikacione. Edhe pati rezultat shumë të mirë dhe tani po presim që ta zhvillojmë më tutje dhe ta nxjerrim open for free. Domethënë for free për përdoruesi, për user. Për ata, po, okej. Po pjesa e gamit, po bëj edhe një lojë, më the? Po, është një lojë competitive. Nuk mund të them shumë detaje se çfarë loje është, po është competitive dhe drejt mobile. Çfarë do të thënë competitive? Ti garon me shokët e tu. Okej, se nuk jam i lojrave për Ti garon me shokët e tu. Ishte edhe një term tjetër që se kisha dëgjuar ndonjëherë first place, apo si janë ato lojrat? First person shooter. First person shooter, ka ca terma shumë interesante pjesa e gamit. Ka kategori të ndryshme. Okej, shumë interesante, po shumë gjëra janë. Janë gjëra që kanë marrë kohën e tyre, domethënë. Tani ka nga një drejtues secili nga projektet që do e ndjek? Po, secili projekt do ketë drejtuesin e tij dhe më vonë pas lançimit dhe për updates të tjerë, edhe aktualisht ka. Po, siç e përmendëm dhe mbrapa kamerave janë 3 produkte që do mundohemi t'i nxjerrim. Është Jume, loja dhe është dhe një saso që kemi kohë që po mundohemi ta zhvillojmë, e kemi bërë pak publike nëpër social media. Për çfarë? Për titra shqip. Ti mund të krijosh video për social media, reelsat e tu me titra shqip. Njësoj siç bësh në CapCut që vendos Po, që në shqipen se njeh. Auto generation, kjo është për shqip. E sa lek do jetë? Se po e mendoj për vete. Është me pagesë mujore 30 euro në muaj. Pa limit sa video bëj? Okej. Po unë i nxjerr subtitles, edhe mund t'i vë në YouTube pastaj. I downloadoj subtitles? Jo, i bën aty te video. Do të thënë ti ke videon, gjithë koncepti. Okej, si CapCut-i, po shqip. Po shqip. Okej, mirë, më e qartë ajo. Si CapCut-i, po shqip. Okej, edhe kanë opsione të ndryshme titrat apo thjesht një? Për momenti është vetëm një template, po do mundohemi të shtojmë Po dizajn. si tekst mund ta marrë unë qëtjave e YouTube-it? Po, mund ta marrësh. Ti del aty dhe nëse do ketë një gabim të vogël, të modifikosh për shkak të audios nëse s'është e qartë. Okej, kjo është një gjë që e kuptoj se mund ta përdor vetëm duhet për në Shqipëri për shkak se nuk është se ka diçka aktualisht që bën titrimin shqip, domethënë për video automatikisht. Ti ta kesh ready për postim. Okej, e qartë, unë e shikoj ti jenë në një moshë që nuk ke problem fare lodhjen, e kam kaluar vetë edhe do vazhdosh kështu për 15 vite, edhe vazhdo bëhe, mos u kurse fare të lodhesh me veten, se pavarësisht se gjitha këto që kanë bërë do të çojnë në një burnout së shpejti, e se shmang do të ta parashikoj të. Kam pasur me faza të ndryshme burnout, nuk është se kam kaluar. Mund të kalosh prapë, domethënë është një proces që e kalon derisa pastaj e zotron veten edhe e ke më të lehtë të menaxhosh një burnoutin, është një gjë shumë e bukur ajo që po bën. Unë thjesht dua të inkurajoj ta vazhdosh, pavarësisht se
gjërat shumë të vështira do dalin, po ti e ke kuptuar këtë gjën dhe thjesht unë po të them që nuk mbarojnë ndonjëherë. Për shembull, kam gjeta një shok që e njoh prej pak kohësh, po ka bërë një startup në Gjermani, ka marrë një investim prej 2.4 milion euro. Edhe do përpiqem ta marr në video atë, pres përgjigje sot ose nesër. Edhe i them tani tu bëj gjë e vështirë, sa e dia, edhe në fakt tani ju bëj gjëra shumë e vështira atë. Kështu që sa vjen edhe written label si lorat, pavarësisht se ti si ke qef ti luash ti ndërtosh, po janë si levelat. Ndonjë pyetje nga ana juaj, ndonjë detaj që mund të keni, se mbase ju e kuptoni botën e Firdeusit më mirë se unë në këtë fazë? Kam unë një pyetje. Herë, jetët më përpara që kishit papar nisin për trajnime në kompani. Çfarë duhet të ketë një person që të jetë pjesë të këtij? Për që ju të keni konsiderat dhe ai të jetë pjesë. Përveç dëshirës, do të kesh dhe pak njohuri rreth fushës së IT-s. Baziket në programim, do të thënë të dish pak të programosh një program shumë të thjeshtë në programim, ose kemi dhe mundësitë e tjera, që ti ke talent në dizajn, që aktualisht kemi thirrje të hapura për punë në dizajn, që është ndonjëri interesuar. Marketim, nuk është se thjesht duhet të kesh një ori të bazë, domethënë të programimit, më vonë nga aty kalojmë në. Ke son po pyes për vllajin tim të vogël, i cili është 13 vjeç për momentin dhe është i mësuar pas çdo lloji të mundshme. E thjesht kur ishim në diskutime dhe ju po flisni, unë kisha parasysh atë, jo vetëm për atë. Kështu që isha interesuar që ndoshta ai mund të ishte pjesë e këtyre trajnimeve, besoj që do t'i bëjmë shumë. Po, patjetër. Se unë vetë kam nisur në ato moshë. Po, nuk di të them pjesën e programimit, sa unë jetoj me të tani. Shkoj vetëm fundjavave, nuk e di se sa është i aplikuar me këtë gjë. Gjithsesi janë shumë të tjerë që mbase na dëgjojnë, kështu që pyetjet janë shumë të vlefshme. Mos u kurseni, po dhe dilema ose skepticizme që mund të keni. Edhe dua që të më ndihmoni sepse realisht unë jam në një fazë tjetër të jetës, edhe nuk kam të njëjtat dilema edhe të njëjtat probleme, u përpoqa shumë që të isha në kontekstin, paktën në aspektin e biznesit jam. Po, Erika. Ju thotë keni menaxhuar skuadra me njerëz të rrezikshëm që nuk keni dhe me njerëz miqtarë që jeni. Tani që pjesa e miqve është më e vështirë menaxhuar. Të di si ke vendosur sa të vijë se si ke menaxhuar. Ndoshta mua më ka rënë fati në këtë pjesë, miqtë e mi që kanë marrë pjesë në këto konkurse kanë qenë shumë dakord që të merrin detyra përsipër dhe të më dëgjojnë për shkak se dallon dhe diferenca eksperiencës. Ata kuptojnë që nëse duan të ecin përpara do të gjejnë dikë që ka eksperiencë. Dhe unë nëse nuk do kisha eksperiencë, do të gjëja dikë që ka eksperiencë personalisht që ta shikoja se si do ecte projekti përpara dhe që dhe të ecte projekti përpara. Mendimin tim, kjo është këshilla më mirë që mund të t'jap. Edhe një aspekt tjetër që të paktën këtu më vjen mua nga eksperienca, në momentin që ti nisën edhe e shpreh leadershipin, njerëzit kanë nevojë për lider. Kanë nevojë. Pra, edhe unë do isha shumë i lumtur nëse do kisha dikë që të më thoshte drejtimin për gjëra të ndryshme. Pra, mbase jo për jetën time personale, s'kam nevojë të dëgjoj dikë për jetën time personale, po nëse jemi në një komunitet, nëse jemi në një sfidë, nëse jemi diku, është shumë mirë. Për shembull tani unë nuk jam CEO te kompania që kam themeluar. Edhe pse kam qenë 12 vjet CEO, edhe nuk e kam problem dhe jam shumë i lumtur që s'jam CEO. Edhe i tani jam follower më i mirë se ç'isha përpara, sepse e di që çdo gjë ka nevojë për një drejtim. Dhe vjen natyrale në momentin që ti shfaq këtë drejtimin, njerëzit vinë organikisht edhe pasaj të ngec. Në shumicën e rasteve unë s'du më të jem drejtues edhe s'kam ç'bëj. Sepse ka ngecur ajo. Edhe të duash të mos jesh, ka nevojë. Kështu që kjo është një nevojë, është natyra njerëzore, pra unë kam nevojë për drejtues edhe ata kanë nevojë për drejtues. Në ca momente e marr unë leadershipin, në ca momente e merr dikush tjetër. Për shembull në punë kishim njerëz që merrte leadershipin për të bërë partin e të premtes, se çdo të premte në fundit të muajit bënin parti. Që ishte tjetër njeri nga ai që merrte leadershipin për të menaxhuar një klient. Të gjithë kanë në momente të caktuara mundësi për të bërë leadershipin, por është ajo që thotë Firdeusi që duhet të jeni të aftë. Pra, ju nuk mundet të doni të merrni leadershipin pa krijuar një eksperiencë. Dhe prandaj juve ju duhet që të punoni diku tjetër,
që ta fitoni ata eksperiencën ose të bëni konkurse. Pra në rastin konkret unë nuk e kisha menduar asnjëherë për konkurset, se unë vajta pa lek, ti vajt s'ke vajtur me 75.000 lekë, po unë vajta pa lekë për 3 muaj. Dhe unë e doja atë eksperiencën e ndërtova. Në momentin që unë e kam eksperiencën, unë kam besimin ta shes veten, sepse ne nuk do shesim një gjë që është fake. Është shumë e lodhshme, është shumë kot, është shumë e afatshkurtër. Kështu që kjo është edhe kjo pjesa tjetër në aspektin e leadershipit. Po që me pjesën e familjarëve, në aspektin e Erikës, se ti ke pasur shok me një pasion. Në aspektin familjar, nëse s'janë me pasion, vin vetëm për familjar, aty që të merresh me mos u merr fare. Ndalohet në moment. Po? Tek pjesa autoritetit, se edhe në fillim që mu desh gjithë një muaj, ose një muaj me 250 email në ditë. Si e perfekcionove dhe si e rregullove që të hapësh? Tani, periudha që bëja outreach, cold email, nuk është ajo që do t'japi pushin e parë. Në thënë të gjesh klientin e parë, do të marrë pak kohë, do të pak e vështirë, se do të gjesh emaile, do të gjesh kontakte, do të gjesh atë. Më vonë nuk është se do merresh vetëm me cold outreach. Do merret njerëz të tjerë për këtë pjesë e shitje, do merresh me njohje, do merresh me kompanitë vetë do vinë të ofrojnë ty, do të pyesin me çfarë merresh. Duke qenë se ti ke një prezencë online, për shembull nëse tani futesh te faqja Unia Corpit, aty mund të shikosh projektet, mund të shikosh shtetet që ne kemi bashkëpunuar dhe një kompani që unë për shembull kontrolloj kompani të tjera, e kuptoj që kjo ka punuar me këto persona dua bashkëpunim. Kompanit, si puna ime, personat të tjerë do futen, do më kontrollojnë, do shikojnë që prit se ky ka punuar me këta, do kërkojnë bashkëpunim. Domethënë nuk është diçka që perfeksionohet cold outreaching. Është thjesht një strukturë. Domethënë nëse ti do futesh ta mësosh se si është cold outreaching me disa video YouTube dhe kuptosh që është thjesht një strukturë e njëjtë. Në aspektin e shitjeve, këtu kam shumë eksperiencë, edhe nga që nuk e kam shumë qef, dua ta perfeksionoj sa më shumë që ta bëj sa më pak. Edhe e kam perfeksionuar. Ka diçka që është shumë e rëndësishme. Ti duhet të ndërtosh marrëdhënie, të ndërtosh besim, pra ti duhet të nisësh të japësh, pastaj të kërkosh të shesësh. Dhe në momentin që ti ke një skill tëndin, ke një specifik, ti jep, ti mund t'japësh pa fund falas. Pra, në rastin konkret, ti mund t'japësh falas një mënyrë se si ta rregulloj një faqe, ose mund t'japësh falas, ose mund t'japësh një kompliment, siç tham përpara. Kjo ka qenë falë se ndërpreva, kjo ka qenë, siç e tha dhe Valeri, në fillim fare, çdo email që mund të kem nisur ka qenë këtë ke gabim, mund ta bësh më mirë, këtu ke një problem, kjo te website-i nuk punon, e ata tërhiqen që prit, si e gjeti ky problemin, si mund ta përmirësosh ti këtë problem? Kjo është një mënyrë, domethënë që ti është dhe një formë dhe mënyrë psikologjike që ti i jep mendim, edhe ai do dhe mendim dhe do që ti të kryesh atë bashkëpunimin midis njëri tjetrit. Edhe kjo evolon. Tani për shembull kjo ka nisur të bëhet shumë shpesh nga shumë njerëz, edhe ka rënë efekti. Edhe ti duhet të gjesh një mënyrë të re gjatë gjithë kohës, por një mënyrë që është e gjithmonshme është ndërtimi i kësaj marrëdhënies. Pra në rastin konkret ishte kritika ose sugjerimi për website-in, po në një rast tjetër mund të jetë edhe thjesht një kompliment. Në një rast tjetër ai edhe follow-upi tani ka vajtur 16 herë mesatarisht. Pra ti nuk mund të shesësh dot pa e ndjekur 16 herë. Dhe një ndjekje 16 herë do të thotë ka një customer decision journey quhet në shkollë që kemi bërë, se unë kam mbaruar për biznes. Shkollën për çfarë janë shkollë? Unë jam për computer science. Okej. Për biznes, kjo quhet customer decision journey. Për shembull, blerja e një shtryse është 45 ditë. Nga momenti që ti je aware që të duhet një shtryse, kur do të jetosh shëndetshëm, këtu janë triggerat e jetesës, e një shtyse frutash. Do të jetosh shëndetshëm, do të bësh një ushqim më të mirë, deri në momentin e blerjes, kalon një customer decision journey. Në të gjitha hapat ka mënyra të ndryshme që ti mundet ti approachesh klientit, por në të gjitha hapat është besimi. Kështu që gjëja më e rëndësishme është ti nis ndërto besim. Dhe në momentin që ke besimin, pastaj do të vinë më shumë klientë se që të mund të përballosh. Dhe ty pastaj të duhet të ndërtosh strukturën, edhe prandaj Firdeu si thot tani që është çështja e njerëzve problemi sesa shitjes. Shitjes, po. Sepse shitja mund të gjenerohet, mund të kesh një sistem, mund të punësosh dy njerëz, mund të bësh marketing, mund të bësh shumë gjëra detarisht në shitje. Është çështja e njerëzve më vonë. Në rastin fillestar është çështja e shitjeve sigurisht, dhe shitjen bëhet me besim. Në momentin që ke besim, do të çmendin klientët, nuk të lënë më.
do të referoj një tjetër, do të marr, më mori para një jave, një njeri në telefon, më tha, televizor je ti, kam ngesh, do më thënë, se ku e ka gjetur, sepse para 4 vjetëve dikush ka bler një televizor, edhe ai ma ka pasur numrin mua dhe i ka thënë merr këtë. Unë kam një vit e gjysmë që s'kam lidhje me Aladinin, jo edhe kur isha televizor, merrte telefon, televizor, me 67 veta CEO. Pse? Se krijohesh ai besimi. Edhe njerëzit marrin, mbas një viti, 2 vjetësh, 3 vjetësh që funksionon. Tjetër ndonjë pyetje? Si u përballë me problemin e eksperiencës, ku hape kompani filli, do nga pjesa ligjore, makinet pjesa financës? Me pjesën ligjore, siç e thash, në fillim kompania ka qenë në emrin tim, se kam qenë në moshë. Nuk mund të hapja një NIPT në emrin tim. Do të nuk isha as të drejtë firme. Edhe do t'i them të gjitha. Dhe për të ndërtuar kompaninë, unë e kam pas vërtet shumë vështirësi, nuk e kam ditur vërtet si funksionon struktura. Prandaj edhe njëkohësisht punoja një punë full time 8 orë në një kompani në Shqipëri, për shkrim lërash, pasi mbaroj këtë direkt fokusohesha në të kuptuarit se si është të ndërtosh një kompani, sepse aty shikoja shembull konkret nga CEO-ja që ishte atje, se si trajtonte punonjësit, se si merrte me klientët, dhe vetë kur flisja me klientët, e kuptoja se si është një strukturë në një kompani, në shembull konkret. E mundohesha që të kuptoja ku janë gabimet tu dhe cilat janë ato që mund të përmirësoj unë, që mos kem të njëjtat probleme që ai ka pasur. Ndoshta edhe merja kur kisha një bisedë private, e pyesja si e ke nisur për të kuptuar dhe eksperiencën e një personi tjetër dhe për të ditur që mos të kem të njëjtat probleme si ai ka pasur. Për pjesën ligjore kjo ka qenë, për pjesën e eksperiencës. Për pjesën ligjore ti thua që ishte babai yt që u mor në fillim edhe ti s'kishe nevojë. Po pastaj kur të duhesh të merresh ti apo kishte eksperiencën baba? Pasi kaloi në emrin tim, domethënë merr mua me pjesën administrimit këtë. Po që ajo nuk është e vështirë, ka domethënë babai regjistroi vetëm emrin NIPT-in, domethënë emrin e vet. Po. Vetëm për të qenë prezent, për të kryer taksat, pagesat, çfarë do të gjëje, pse merresh më vonë merren ekonomistët, financat me këtë pjesë, por që në fillim i bënte imat. Pavarësisht se akoma qëndron, është e kam me të njëjtin profil si vetja ime timat, inxhinier, edhe më ndihmon për një konsultim, për një gjë dhe ti e njeh vetë. Po, unë e di, po më shumë pyes në aspektin e ergit, që po pyet nga aspekti ligjor. Nuk është e vështirë pjesa ligjore, është aq e thjeshtë sa një gjysorsh me një financier, ose i jep 5.000 lekë të reja në muaj dhe të mban gjithë financat anës ligjore dhe të thotë edhe kur vin tatime çfarë të bësh gjitha, ose i jep 5.000 lekë të trajnoj edhe i bën vetë, se nuk është e vështirë, domethënë 2-3 deklarata në muaj janë edhe po më mirë paguaj 5.000 lekë edhe 10.000 apo 20 sa të jetë ai. Kështu që nga aspekti ligjor është easy, edhe nga aspekti taksave. Është gjëja më kot, domethënë në një biznes, se imagjinoje taksa do jetë një pagesë shumë e vogël, gjitha të tjerat janë pjesa më e rëndësishme. Shumë faleminderit Firdeus që erdhe, edhe unë mësova ca gjëra, edhe e kuptova që është më mirë tani se është në moshë më të errët, se sa e kam nisur unë, kështu që gocën kur të vejt 14 vjeç do i bëj biznes. Shumë faleminderit.